Miqtë të Piskut, ju përshëndesim dhe veçanërisht ju që jeni miqtë të përhershëm të Pisk System, miqtë të Aleksit dhe të fjalës dhe të mençurisë dhe atyre që ne po mundohemi të shpalosim me gjithë ju që na ndiqni dhe komentoni dhe pse jo na pyesni që jeni ata që vlerësoni më së shumti që kjo tregon që ju kërkoni të dëgjoni dhe të mësoni akoma më shumë kur plotësojmë gjithmonë njëri tjetrin. Aleks, të falenderoj që je për herë të 14, nëse s'gaboj. Është që filluam edhe ne. E humbëm dhe ne. Dhe kjo është ajo që doja ta arrija me Aleksin. E arrita. Ishte shumë i përqendruar tek numrat, por vjen një moment që ndodh dhe kjo që ne japim më shumë rëndësi asaj se çka themi, se sa numrave që ikin kaq shpejt. Si duket? Që nga fillimi Aleks, doja që ta konsumoja këtë bisedë me ty. Që nga fillimet dhe jemi te 14-15 në mos gabofsha si episod. Çfarë ka ndryshuar me ty dhe si e shet gjithë këtë eksperiencë? Të emisioneve që konsumojmë këtu, Po, këtë që bëjmë ne këtu. Se po do mundon ti më pak duart edhe në formë tjetër tani se mu ka bë ves, kështu nuk është se kam qëllime që t'japim mesazhe që ti e ke shpjeguar. Nuk ka fare, është thjesht e pavetëdijshme komplet, se na ka bërë edhe dikush edhe si koment, pse mban duart ashtu në atë formë. Ne tregojmë që ju po ju ndjekim siç na ndiqni. Ju vlerësojmë patjetër. Qëndro si duash. Nuk ka asnjë lloj qëllimi, kjo që do të jemi korrekt me ata, po. Si bëjmë qëllimisht, ata të mëdhenj ti kanë ato forma që i përdorin për arsye caktuara. Nuk futemi për dhënë mesazhet e tyre patjetër. Po. Nuk përbëjmë pjesë tek ata të rrezikshmit. Tani një përshtypje tënde si është e veten nga fillimi, sot jemi te episodi 14-15 dhe realisht ç'a ndjen? Ajo që ndjej, shpresoj që të gjitha ato tema që kemi konsumuar këtu të kenë ofruar një lloj dobie tek njerëzit, se siç e kemi përsëritur, qëllimi është t'i shohin gjërat në një këndvështrim tjetër, nga një këndvështrim që nuk ne i parashtrojnë, nuk ne i paraqesin. Që është më afër të vërtetës së mbuluar. Po. Gjithmonë është mbuluar, përpiqen ta mbulojnë, ta betonojnë mundësisht, dhe ne jemi duke bërë atë rolin e matrapikut që do thymë atë beton. Që gjërat i nxjerrim në sipërfaqe. Edhe t'ja parashtrojmë. Ti vetë si është, si eksperiencë, a ka ndodhur kjo me çka kënaqësie? Jam shumë kurioz të di edhe unë si Altin, domethënë. Jam shumë kurioz të di për këtë marrëdhënie që është krijuar me ndjekësit tanë, me ata që të ndjekin ty. Po, nuk është se ka me mua personalisht, është ajo fjala që me fjalën patjetër, nuk që se s'kena dalë për të. Jo, ha diskutohet. është e vërteta vetë ajo që bind, që zëm vend tek njerëzit. Ata që kanë një kërkim të sinqertë të gjërave, që janë vetë të sinqertë si natyrë, i ngjit natyrshëm ajo gjë. Edhe kjo i ka bërë që të ndjekin rregullisht. Po, është vërtetë. Edhe kërkojnë gjithmonë më shumë, domethënë janë duke ndjekur atë rrugtim që neve jemi duke ecur. Pa, atë punën e matrapikut vazhdimisht, pra edhe ata vetë që na ndjekin ne janë le të themi, por me plot gojën janë kontributor shumë të rëndësishëm në thyrjen e këtij betonizimit kaq të madh që po betonizohet çdo ditë më shumë në mendjet tona. Janë, domethënë kemi aty, jemi duke bërë atë çarin e betonit, i kemi sipër kokës tani dhe po presin çfarë do dalë që ande, çfarë do nxjerrim. Çfarë do të ketë aty? Kush është ai thesari që realisht e ka çdo kush nga ne? Por për shkak të ushqimit që ne e themi her pas here, që bëhet qëllimisht për të na burgosur në mendjen tonë, do të mendojmë që jo vetëm ky vend, por çdo njeri nuk ka shpresë, por realisht shpresa ekziston tek gjithë ne. Pra çdo kush e ka dëgjuar si shprehje, madje janë kthyer edhe batuta meme nga më ndryshmet që thonë që shpresa, ose vdes e fundit e tjerë, por shpresa është tek gjithë secili tek ne. Ai e ka çdo kush, e ka në dorë atë që ta përdori dhe ta shfrytëzojnë thonjza për të mirën, qoftë vetes, por edhe përderisa na e kanë dhënë. Është e rëndësishme ajo shpresa ta mbajmë me gjallë edhe mos ta lëmë të vdesi, pavarësisht se përpiqen disa që të na e marrin këtë shpresë që kemi për ta mbajtur të gjallë. Sistemi përpiqet me dhëmë dhe me thua për të na e mbushur mendjen që shpresa ka vdekur. Që të na fusin në një lloj dëshpërimi. Pra, për këtë kisha më shumë se sa
Shumë e qartë. Alex, sot kemi disa pika shumë të rëndësishme, por si fillim do doja ta nisja me atë se çka ka ndodhur, është bërë shumë virale, është një skandal mes Macronit dhe burrit gruas së tij, që ka atë burgruan që ka. Duam ta sqarojmë edhe pak, ne po e ceknim pak më parë, por ka edhe njerëz që mendojnë edhe si ne. Por ka tjerë që e marrin shumë të mirë qenë atë marrëdhënien e tyre. Ishte një moment që kur po parasit zbriste nga avioni, besoj se shumë njerëz, ata që na ndjekin e kanë parë atë momentin, është bërë shumë viral. E godet ky burr gruaja. Gruaja e Macronit, le ta themi. E godet me shpull, domethënë, fillon duke mundohet me e mbajt, duke e përmbledh domethënë Macronin. Duke e fshehur se s'ken, duke japi dorën, bas për ta zbutur atë sa për që ndodhi aty. Si të duket ajo situata? Se ne kemi kemi laku disa herë Macronin në temat tona, jo më larg se episodin e fundit. Po. Që patëm këtu dhe vizitor në kryeqytetin tonë. Po, është njëri shumë i rëndësishëm këtu në Shqipëri, është një mik shumë i madh i shqiptarëve. Po, i kryeministrit është mik ai, se me neve s'ka lidhje fare. Nëse kryeministri është thotë është mik i shqiptarëve. Po nëse kaloj pak kjo ngjarje që ka ndodhur. Si e petë, ç'të dha ajo video? Pra reagimi, sa gjëra, sado që njeriu ose këta njerëz që janë me pushtet mundohen t'i fshehin, ja që dalin nga herë. Po dalin, nuk tamam, sado që të përpiqen, ajo është një shpull kështu që për treguar që jam unë burri këtu, ti je cyriku. Në këtë kuptim, sepse ajo realisht është e tillë, është i tillë. Pra, dalim edhe ka që e nisëm që fillim. Pra, ai është burr. Po. Ka kaluar, ajo paraqitet sikur është grup, është burr. Është trans. Është transgjinore. Transgjinore. Siç kemi edhe rastin tjetër të gruas burrit të Obamës, Michelle's, që është Michael-i. Se dhe ajo është kapur, domethënë, i ka kapur kamera me që ti duken ato organet gjenetike kur ka vesh ca fustane kështu të ngushta. Se gruaja e Obamës? Po është mod tek ta të mëdhenjt në thonjza që kalojnë kështu, bëjnë përzierje të çuditshme transgjinoresh. Okej, e preferojnë këtë gjë, se nga që si tipa jo normal që janë, do kalojnë dhe situata jo normale. Jo normale, po. E vërtet është ato me jo normale bashkëtojnë gjatë gjithë kohës, në çdo moment. Por bashkëtojnë edhe tamam në kuptimin e plot bashkëtimit. Kanë edhe pjesë të shtratit tyre, kanë një transgjinor. Ato ndashje e paraqesin kështu sikur kanë një familje të shëndosh, burri, gruaja, fëmijët, se kështu dalin ndonjëherë për skenë ato që ku janë familje e rregullt të shëndosh, por prapa skenë ndoshta si kanë fare ato lidhjet. Thjesht janë ato për sy të botës si i bëjnë ato shfaqje. Po, diçka e tillë ndodhi edhe me Ramën, para disa ditësh, është vënë re ajo, kur erdhën to, më duket se ka qenë atë ditë kur kanë ardhur të samitit, ose një moment tjetër më duket. Ndjes nëse gabojmë, por kam përshtypjen që edhe njerëzit e kanë parë, është një video që është bërë shumë virale. Duket se ka qenë ditën e mbylljes fushatës, e Partisë Socialiste, ku Rama me zonjën e tij Melinda Ramën, po esin të dy në qendër të Tiranës, edhe teksa Rama i afron dorën, nuk e di a e ke parë. I afron dorën që t'i kapi dorën si dy bashkëshort. Ajo i largon, domethënë, e shtyn dhe ky detaj ishte vënë re nga disa media që gjëmojnë të gjëra. Po, disa media që s'janë media realisht, tamam media kombëtare që por bëjnë tamam atë punën që duhet bërë, se këto janë mesazhe që media tjetër prap kombëtare këto do thoshin që nuk kanë pikë rëndësie, por aty ndoshta qëndron thelbi i gjithë gjës. Po pra, ai sa po thash që paraqiten sikur janë një çift i lumtur atje, i rregullt, para syve të njerëzve, por realisht në sfond përpasken që është komplet e kundërta. Që s'ja çojnë fare mirë, kanë ato përplasjet e tyre, po duhet t'japin atë show-un. Gjithmonë çdo gjë është show që shohim në televizor neve. Po mirë, unë po e marr një këndvështrim tjetër, kjo se pra bashkëtesa që kanë Macroni me një transgjinor, me këtë bashkëshortin ose bashkëshortin që ka, siç ka pas edhe Obama ose shumë nga këta tjerë që janë pushtetarët e këtyre vendeve. Mirë lakove. Mos ndoshta këta duan që pse se bëjnë publike, pra është e pyetja, pse se bëjnë publike që ky është me një transgjinor? Po nuk e kanë përgatitur gjithë botën ato që të pranojnë gjëra të tilla. Pra duan që në një moment të dytë
ose të kuptohet avash të vi. Gradualisht Që edhe vjen ajo. këto transgjinorët kanë edhe fëmijë, kanë edhe që do të fusin edhe këto që janë shumë normal si gjithë tjerët. Ajo është gjithë e përpjekja, të bëjnë anormale të duket normale. Prandaj vinë edhe kaq but, le të themi, vinë në këtë formë. Po. Se mund ta prezantohet fare thjesht ky është transgjinor dhe unë S'ka ne problem. po. Jo, kështu i Për ata, e përgatisin gjithmonë duhet përgatitur gradualisht opinioni i njerëzve, duke kaluar atë siç e bën dhe Eurovisioni për shembull, që fitojnë ca tip konçitash aty dhe të përgatitet që të pranohet më kollaj. Edhe me kalimin e kohës fillon e shfaqen këta që shiko se edhe kjo nuk ka problem, edhe një çift i përzier i çuditshëm me transe brenda mund të pranohet nga publiku, edhe bëjmë punë gradualisht, siç e thash. Edhe do pranohet në një moment ajo, se thuaj përsërit diçka vazhdimisht, do mbetet diçka. Edhe në fund fare do pranosh të plotën. E vërtetë është. Dhe për ty për siç është. Dhe ka treguar historia që realisht popull të ndryshëm sado që ka ndodhur ka pas përplasje nga grupe të vogla, por masën ato kanë filluar ta kontrollojnë edhe siç e the edhe ti shumë mirë që përsëri se do mbetet diçka. Pra këto e kanë kuptuar filozofinë sado që kanë ato situatat. Do të kaloj pak qëndrojmë po tek Franca dhe Spanja, 160.000 familje kanë ndodhur një situatë e pazakontë, ndoshta edhe një mesazh, nuk e di, si e lidh ka të bëjë me Palestinën, do një pasqyrë të kësaj që ka kaluar, le të themi, përciptas ose në formën e tyre siç duan ata në media. Po në Spanjë për çfarë bëhet fjalë? Për atë blackoutin e famshëm që në Spanjë ndodhi masivisht, kurse tani para pak ditësh ndodhi pjesërisht në Spanjë, ku siç e the 160 familje mbetën pa elektricitet. 160.000. Edhe ka lidhje me atë çështjen e Palestinës. E para me Spanjën ishte që ndodhi ai blackout si formë kërcënimi më shumë nga Izraeli, sepse Spanja nuk pranoi të çonte armatime. Për të fuqizuar Izraelin që të godasin Palestinën. Edhe i dha një përgjigje ata, një shuplaku i thonë. E njëjta gjë ndodhi edhe me Francën. Pra, le ta themi që të jemi më të qartë, Franca dhe Spanja po del kundër Izraelit pra për të mos e suportuar, mbështetur, ndihmuar që të jetë në luftë me Palestinën. Po, dhe shumë mirë bëjnë. Po Franca e bëri çik në formë, ajo që e shkaktoi acarimin e Izraelit ishte se Franca kësaj radhe kishte thënë që nëse nuk ndaloni atë masakrën që jeni duke zhvilluar atje në Palestinë, neve kemi për ta shpallur shtet Palestinën. Kjo gjë ja caroi ata, edhe i dha një shuplak të vogël të kufizuar blackouti. Tani kur themi në rastin konkret si Spanja dhe Franca, flasim në nivel administrativ, zyrtar, politikanësh apo populli, kush ka folur pra? Jo, është në nivel politik tani. Politik. Po, duke marrë parasysh edhe reagimet e popullit. Pra, edhe Macroni është dakord që mos investoj, mos ndihmoj Izraelin për sulmuar Palestinën? Po, tani që kështu është thime dy presa kjo, sepse nga një anë ai është i agendës. I përket atit grupit të famshëm që po shtyn atë luftën. Dhe madje është nga kryesorët. Që u mblodhën dhe këtu dhe u diskutua ajo pjesa atje, po ata janë përqendruar më shumë te pjesa e Ukrainës. Po që ta ndajmë pak që të jemi më koherent. Edhe kjo, domethënë ato liderat që u mblodhën këtu, ato përqendrohen më shumë tek pjesa e Ukrainës. Po. Aty po shtyn më shumë, aty është baza domethënë që ata po shtyn. Pra edhe ky synimi i këtij samitit domethënë ajo ishte gjithë qëllimi i saj. Po, edhe që të bim dhe neve dakord këtu të kalojnë disa gjëra që ta na përfshin edhe neve tek ajo pjesa atje. Kurse te kjo puna e Izraelit pati një qendrim ndryshe ky. Cili ishte? Që domethënë aty domethënë qeveria atje u ndikua më shumë dhe te reagimi i popullit, që mos të dalin keq fare. Po. Mos edhe neve bashkohemi me atë një diçka të padrejtë, makabriteti që po ndodh atje se po masakrojnë gra dhe fëmijë. Është e frikshme sinqerisht. Po shuhet një popull. Po i lejnë pa ushqime dhe pa ujë sepse duan që ti vrasin për zgjallje, të vdesin nga uria më burr. Kupton ku kanë kaluar ata atje? Këtë gjë, këtë pislik, këtë makabritet u përpoqën ta zbushnin çik me atë Eurovisionin.
që i manipuluan votat dhe i pra dhanë agendën që kishin aty për treguar që ne nuk jemi ata, jemi tjerë etj. Po nuk janë aq qinj sa që ka kaluar nëpër botë, po janë më të qinj se çka Ti si e kaluar. sheh këtë që të qëndrojmë patjetër, nuk është se dua ta zbe atë që po thoje ti, jam shumë dakord dhe uroj që të ketë sa më shumë njerëz dhe realisht fatmirësisht ka shumë njerëz që kanë kthyer në botë, njerëz thjesht, qoftë edhe influencer ose njerëz me pushtete tjera le të themi që njihen si aktor, artist, këngëtar, të fushë. Po ndërgjegjësohen më së fundi. Ndërgjegjësohen dhe po kthehen, ta kuptojnë se si është situata, po të hapin atë perdën dhe të kuptojnë të vërtetën. Dhe është për tu vlerësuar kjo pjesë. Por si e sheh këtë që Franca dhe Spanja pra po e sheh në këtë formë? A mund të ketë një lojë le të themi aty, por cila ka qenë arsyeja që ta dyja kanë vepruar në këtë formë? Që nuk po japim mbështetje Izraelit. Po edhe atë pjesën e lojës mund ta dyshojmë, por që ose diçka duhet bërë. Diku duhet vi një zë kundërshtar, që të duken dhe ata tani si duket duhet fitojnë ata pikë që i kanë humbur. Të duken para popullit të tyre që po bëjmë ne lëvizje ndaj asaj që po ndodh atje, gjë frikshme që po ndodh. Po mi kush e goditi pra që i la 160.000 familje atje? Pra si lidh gjërat? Me këto 160.000 familjet në Spanjë, pa drita. Po ajo në Spanjë ishin dy forma të ndryshme këto goditjet. Kishin impakte të ndryshme këto. Ajo e Francës atje për shembull, ai që ose u godit një qendër intensionit lart atje dhe ai eksperti që u mor me këtë dhe tha që ai shpërthimi ishte i qëllimshëm. Nuk erdhi aksidentalisht. Si i pan të gjitha aspektet edhe pan që ishte diçka e qëllimshme. Po? Se këta i kanë agjentet e tyre kudo. Në çdo shtet, në çdo vend. Kundërshtove ti, shkove kundra, do të krijojmë një problem. Do të japim një goditje që por nuk zure më, do të vi një goditje më e madhe më mbrapa. Ka kanë praktikë të tyre këtë gjë ata. Po shiko, ajo e Spanjës tani nuk është thjesht që u bë ajo goditja atje dhe i zhyti në errësirë. Këtu duhet të nxjerrim edhe një mesazh tjetër nga ajo që ndodhi atje, sepse një popull i tërë atje në Spanjë, duke ngelur pa drita, ato ngelen dhe pa para. Po. Do të dalësh tek ajo, tek çipi, tek karta, këto. Po tek ky digitalizimi që duhet të bëjmë. Ajo është një rast konkret për të na dhënë të kuptojmë që duhet të shkojmë kundra kësaj gjëje, sepse ata tani, duke rënë komplet elektriciteti i vendit, ata nuk mund të rrishin lek nga bankomatet. Nuk mund të blinin gjërat më elementare, çoshin ushqimin në shtëpi. Prandaj duhet të qëndrojmë fort paras cash, paras në dorë. Duhet ta kundërshtojmë këtë që po kalojnë tani që çdo gjë duhet kthyer në digjitale. Pra kjo për te pjesës pra luftës që ka e tjerë se ky sinjali midis mbështetjes ose minjanimit ose tërheqjes së Spanjës dhe Francës, ka edhe një tjetër që është edhe shumë e rëndësishme që ky digitalizimi duhet të bojkotuar, duhet të sabotuar, duhet të kundërshtuar dhe mos të jemi pjesë e kësaj për shkak se ja se çfarë ndodh. Për një buton, ikën ra automati, nuk funksionon më asgjë. Jeta juaj nuk funksionon. Po, kjo është ajo e gjitha. Pra, për te pjesës që jo pak e rëndësishme që ka të bëjë me luftën dhe me shkatrimin një popullate që përvritet njerëz të pafajshëm, fëmijë, gra, çfarë po bëhet atje, makabritet, genocid. Por është edhe kjo tjetra që duan të çojnë botën komplet në një kaos. Por me të që e nisë pak më parë, prap duhet ta lidhë me një lajm të orëve të fundit për Ukrainën. Ndërkohë Trumpi ka marrë një qendrim shumë ndryshe për Putinin, e ka konsideruar një i të shmendur. Po e ktheu pllakën tani. Ndërkohë që dohet mikë kjo si po në të njëjtën. Deri dje po tregonte që kishte marrëdhënie të shëndosha me Kremlinin, tani sikur e ka kthyer. Por ne e prisim këtë, ne dy të paktën, ne e prisim që të ndodhe kjo. Madje shumë vonë zgjati Trumpi duke po pra, që po bënte çunën e mirë, se tani me sa diu me aq informacion sa kam, i përkasin dy vllazërive të kundërta. Po. Tani, për punë, ata kanë ato konfliktet e tyre në Siri përqendrohet më shumë, ky konflikti që kanë këta, të dy. Para ca doli ky tani, ky Xolani, është ai kreu i dikushëm i ISIS-it, nga ai që jep të urdhra të prinin kokat e njerëzve.
Tani i hoqën atë veshjen e atit ekstremi qeverisë të njerëzit edhe veshën me kostum tani dhe kanë vendosur në krye të Sirisë atje. Po akuzon me fjalë të rënda edhe me kërcënime Rusin, duke i thënë që të rishni ju ushtrit e juaja, të rishni bazat, se kanë ja 2 bazat atje në Siri, se për ndryshe do ju kthej me trupa të vdekur dhe me koka të prera në Rusi. Po kjo deklarat erdhi disa ditë mbasi kishte ndodhur një takim me këtë Bjondin, me Trumpin. Se kishte ardhur në kontakt. Se Bjondi është edhe tjetër. Anon që kanë me specifiku. Sepse këta nuk i marrin ato iniciativat që marrin, ato deklaratet e kërcënuese që bëjnë, nuk se u zgjun një ditë edhe unë tani do filloj të kërcënoj atë sa shumë u tek. Shkoi ky Bobi, ky i madhi tani atje, Trumpi, edhe i tha që dil përpara, bëj këto kërcënimet kështu se ke mbështetjen tonë. Jemi ne. Edhe dolja ime ato deklaratat. Duke i thënë kështu të riquni. Merrni gjithë të 2 bazat që keni sepse do ju bim. Sepse juve siç tha, sepse juve tha jeni shkaku që kanë vdekur me mijëra gra dhe fëmijë në këtë vend. Ndërkohë që është komplet e kundërta, ishte Putini ai që i mbrojti ato mijëra gra dhe fëmijë, sepse këta duke dashur që të strehoshin diku, sepse po masakroheshin, se aty po bëhet atje genocid, këta shkuan dhe u strehuan pikërisht te këto 2 bazat e Rusisë që ka atje në Siri. Edhe ky tani vjen e kërkon dhe kusur. Por kështu ne i paraqesin edhe nëpër media. Sa kjo do të dile, po si ka mundësi që gjithë media është që thotë komplet ekran tjetër. Dhe sa mund të jenë ato që thonë që theti tani? Që e nxjerrin Putinin që ai i ka mbështetur e i ka mbrojtur ata. Po thuajse askush. Mund të jemi ne këtu që sapo e tham edhe janë 2-3 gazetar të pavarur kështu si puna jote. Nuk besoj se mund të thuhet domethënë në rang të gjerë ose nga këto kanalet serioze, sepse ato janë gjitha koordinuara për të thënë një mesazh konkret, të cicerojnë ashtu siç i vjen ajo letra aty për të cilën paguhen, se vjen para të mëdha kanaleve të mëdha për të devijuar ngjarjet. Edhe kështu. Mos presim në kanalet e mëdha të dëgjojmë të vërtetën, ose kemi thënë kush është taktika. Thoni diçka ata, merrni komplet të kundërtën. Të kundërtën. E theksojmë të madhe këtë, merrni të kundërtën. Ajo është e vërteta. Po sulmi rus në Odesë, Kiev? Është meqenëse se jemi po te kjo çështje e Putinit. U bë një sulm nga forcat ruse në Odesë dhe në Kiev. Bëj një parantezë, Kievi është djepi, ka dhe një manastir atje, është i famshëm lavra e Kievit, ku është djepi i ortodoksisë në Rusi. E kanë kështu si vendin mëm të tyre, është zemra e tyre i Kievi atje. Megjithatë, atje janë dhe në Odesë, në Kiev janë përqendruar janë disa depo ku janë përqendruar armatimet e perëndimit. Domethënë çfarë janë këta forca perëndimore, shkojnë të çojnë armatime atje për të vazhduar lufta për ta mbajtur gjallë situatën e tmerrshme kundra Rusisë që i bin, sepse përbën pengesë për planet globaliste. I goditin rusët edhe i bën shkrump të dyja këto bazat armatimeve perëndimore. Por pse i goditin Rusia këto 2 bazat? Disa ditë para se t'i binin këtyre 2 bazave, Putini kishte bërë një vizitë në Kursk të Rusisë. Por arsyet e veta. Kur ishte në helikopter, u mblodhën disa drone të dërguara nga qeveria e Ukrainës për të rrozuar helikopterin dhe sigurisht për të vrarë presidentin e Rusisë. Si ka mundësi që paska çedule të themi siguria e Putinit, se është një nga njerëzit që ka siguri më të lartë. Fiks, ma bëre pasën më të saktë. Si mund të ndodhi kjo gjë? Ata do me thëmë atë siguri aq të lartë, si mund të afrohet, as miza nuk afrohet pa e marrë vesh ata, pa sinjalizu ato. Si është edhe? Tani, ajo ndodhi kështu me ndihmën e dikujt jashtë Ukrainës, se nuk e ka të potencial që të koordinohet aq mirë, të di ku do shkoj, kur do zbresi, kur do i bëj ato sulmet me dron, që të bëj gjithë ato ku deshe me arritur atje. Ka pasur ndihmën e Amerikës. Satelitet e tyre, që e din shumë mirë programin e ku shkon, ku do takoj, me cilët do takohet Putini, edhe i dha informacionin Ukrainës.
Në këtë mënyrë arritën ata që të bëshin të lloj sulmi. Mbasi e bën këtë sulmin ata, E bën sulmin, e realizuan. po e realizuan, po nuk arritën gjë. Nuk arritën. Jo, Po si sigurisht. shpëtoi Putini? Po tani prap, sidoqoftë ato kanë Plan gjithmonë B. fiks, goja, kanë gjithmonë kanë një as në mend nga ato tek plani B, sepse ato i marrin parasysh të gjitha. Gjendet për shembull presidenti në një rast ekstrem aty që mund të rrezikojë në mënyrë direkte jeta e tij, aty kalon direkt te plani B. I kanë marrë masa të gjitha ata. E ç'a ka bërë Putini pas kësaj pasi mori vesh? Pasi ndodhi kjo gjë, i dha një se ata e dishin shumë mirë se nga i kishin Nga informacionet Ukraina, edhe i dhanë dhe ata një përgjigje të fuqishme perëndimorëve. Miqës pas e shty butonin. Po edhe ajo më të ndodhte sepse edhe Medvedev kishte thënë që nëse ndodh që humbet jetën presidenti i Rusisë, neve atëherë kemi për të lëshuar automatikisht bombat bërthamore. Jo thjesht raketa me rrezet të shkurtër. Bërthamore në sekond. Të gjitha atyre vendeve që do marrin që do jenë Imagjinoj të shemët bota vetëm për shkak të një humbjes së jetës një njeriu. Jo gjithë bota sepse nuk janë të çmendur. Një pjesë shumë e Po rëndësishme. atyre vendeve që do kenë qenë dakord me këtë lëvizje, me këtë veprim për të vrarë presidentin e Rusisë. Domethënë shisa të çmendur që janë, do të fusin një. Prandaj aty ka lindur edhe kjo shprehje, u shem botën për ty, që bëjnë to dashuruarit apo s'ka lidhje. Jo, është tjetër. Po, nëse po, edhe ajo lidhet ato do të kenë lidhje me Putinin, do të kenë lidhje me Putinin me këtë. Po këta e shemin me bomba bërthamore, ata e shemin me ka lënë dashuri. Putini ata e kanë fjalë me shemë të ndafila, po s'bota ashtu ajo. Ata i kanë gjitha raket. Sa për thyrje, si ndoshta kanë nga ata që janë duke dëgjuar me shumë vëmendje, thonë ama gazetar çapo si janë marrë shumë jo me syze dhe jo me pjesën e saj, po mos fol shumë ti, lërë flasja Aleksi, pastaj marrë. Po pse njëri thamu çfarë shkolle ka bëu Aleksi? Çfarë shkolle ka bëu Aleksi? Çfarë as kanë bërë si shkollë fare, ignorant janë. Është ignorant komplet. To mjafton. Ignorant komplet është. Sa dola dje Javeza, i sapo dalur, i freskët fare. Po çon si ka është rëndësishme që është i drejtë, është i pastër. Dhe kjo tani Putini ç'a ndërmori. Ç'a masash ka ndërmarr pas këtij sulmit që pati. Do të thënë ai mendoi si përgjigje paraprake këto goditet e këtyre dy bazave ku depozitoheshin armat e tyre. Në mënyrë që nëse ju prap tentoni të bëni gjëra të tilla, do bëjnë më shumë. Kupton se ato janë gjithmonë duhet kuptojmë që është ajo Rusi që po frenon luftën e madhe që do të ndodhi. Sepse gjithë qëllimi i këtyre pezovengëve të liderave të Europës janë duke shtyrë që të zgjojnë ariun. Janë duke gërvishur vazhdimisht. Derisa ta acarojnë kum që ta bëjë lëvizjen e parë të gabuar, që të fillojë pastaj ta vëj flakën kësaj botës. Ajo do ndodhi, ata e kena përsëritur, kanë thënë disa herë, është e pashmangshme ajo. Po që duhet ndodhi më mirë kjo se ajo tjetra që duhet me na sjell. Me çipët, ëh? Me digitalizimet, me gjërat, se do jetë katastrofë e gjallë. Nuk do kenë më jetë personale, do ta fikin jetën me një buton pa kundërshtove. Një buton do e kenë. Po, si duket do kalim te plani B që do jetë një buton për të na fshirë komplet pastaj. Për të na fshirë gjithë. Po thuajse të gjithë. Se s'do ikim të gjithë. Amerika përgatitje për plasje me Kinën sepse çfarë ndodhi? Tjetër problem kjo. Kinë SBA. Amerika po kruhet gjithandej, çfarë bëhet? Është ajo. Ë? I ka shpërndar tentakulat gjithandej. Ajo oktapodi i madh. Po i fut gjithandej. Ajo një vend që është atje matan oqeanëve, i ka shtrirë ato vërtet ato tentakulat, do të ketë ndikim mbi gjithë botën, nuk e di. Këtu na e paraqesin si alatja e madhe, mediat, që është mjeti kryesor për të shtrirë propagandën. Edhe këtu është ajo pjesa ku ne marrim të kundërtën. Që nuk është alatja e madhe, por është, siç është quhetur në disa shkrime që kam lexuar, lavirja e kësaj botës. Tani i ka kap ajo xhelozia e madhe tani aty në Amerikë, sepse Kina po përparon në çdo sektor. Edhe po shpallin, janë duke nisur gradualisht po shpallin gjendje alarmante, edhe ka filluar Kalifornia e para, duke e kaluar në situatë urgjente, po mobilizohen tani atje ushtria atje, duke përgatitur dhe popullin që do kemi një përplasje me Kinën. Se kush nuk di se Kina po i provokon ata. Aja po bën ato punët e veta, me aftësitë e veta që ka, po u bën xheloz, sepse thotë që tani se po na merr tregun. Po bëhet superfuqi nga ana ushtarake.
po na i merr në kthes nga ana e teknologjisë. Po ka ndërtuar drone të gjeneratës fundit. Edhe i kapi ajo xhelozia tani, prit se tani neve po na merr ato frerët ato. Po na shkoput ato tentakulat që kemi shtrirë neve. Edhe po krijon problem tani. Po s'mund ta është dhe me Kinën tani, vash. Se edhe Kina ka ndikime gjithandej. Po hahet me shtetet më të fuqishme në botë. Po lufta ndej me Kinën, me Rusinë, janë superfuqi botërore. Po. Po thonë edhe nuk është e mençur kjo si lëvizje. Po mësesën atë praktikën që bjerë më të fortit Amerika? Jo, ato kanë atë praktikën që shti një herë, pastaj merren pyetje. Kupton, azgjësohen një herë, hiqja pritja këmbët dhe duart, pastaj merren pyetje, pastaj dialogo. Me kë ka më të vështirë Amerika, me Rusinë apo me Kinën? Me të dy e ka, po shiko tani, ato me Kinën e ka më shumë në fakt, po për problem serioz është Rusia, do të godasin Rusinë një herë, pastaj të kalon te Kina. Kina këtë gjë e di, që pora Rusia, radhën pastaj ka Kina. Ashtu, ha? Po, e din këtë pjesë, këtë plan. Po, a mund bashkëpunojnë të dy këta, edhe Kina me Rusinë për të... Prandaj janë duke bashkëpunuar ata dy këta. I kanë bashkuar forcat e tyre dhe kanë formuar atë organizatën e njohur tashmë BRICS. Po. Që ke dhe Indin brenda. Po kanë filluar bravo, kjo do e dile që kanë filluar shumë shtete të tjera që po bashkohen me ritme të shpejta. Po, që po bashkohen te ky. Tani domethënë kemi dy pole kështu të kundërta super fuqie, që po konkurrojnë njëra tjetrën kush do jetë ajo botë pushtuesja. Sepse të dy palët të njëjtën qëllim kanë, po njëri ka më formë tjetër, tjetri me formë tjetër. Edhe domethënë duke ditur Kina që që pastaj rallën e ka vet ajo, është bashkuar me Rusinë. Që do bashkëpunojnë deri në një farë pike të dy këta, te tani kalojmë te pjesa e të ardhurës. Po kur të bëj punën e madhe Rusia, se do dali është në vijën e parë Rusia tani në forcat kundërshtare të perëndimit, kur të bëj punën e madhe Rusia, që do jetë lufta e tretë, Kina do të tradhtojë Rusinë. Jo. E kemi te librat tona këto. Jo, nuk po parashikoj unë. E kam lexuar këtë, që do ja tradhtojë atë Rusinë. Pse? Si? Qysh tek? Po do e bëj sepse thot tani unë mbarova punë, ai bashkëpunimi ynë i këndshëm i bukur mbaron, sepse e kryve atë që mua më nevojitej, por duhet të jem unë i botës tani. Sepse dhe Kina është ajo që do të pushtoj botën. Madje edhe këta djem tek Kinë kanë thënë që Kinë, modeli i jetesës në Kinë është ai model që neve duam të kinezizojmë botën, ta përhapim në gjithë botën. Sepse ai vend atje është ai vendi që maten njerëzit me pikë. Sa i bindur i ndaj sistemit. Atje të vjen një gjë, po kalove për shembull një semafor atje me të kuqe tek për komsorin, atje të vjen një gjë e fuqishme. Edhe ka një sistem të tillë saqë të turpërojnë dhe para njerëzve. Kanë ca tabela aty në rruga ata, të bën një foto ty ajo kamera që kanë sipër aty te ai semafori atje, edhe del nëpër tabelat e reklamave ti. Ky ta bën kështu, ky me sinjal ishte ai që shkeli. Të delenis. Po, të telenis fare ata. Që ti mos ta bësh më, që të vendosin para ndërgjegjes tënde pastaj dhe ti ndihesh i vogël. Ashtu do ta bëjnë atë botën tani ata. Kupton, mos mendosh ti për çfarë të thot sistemi. Por po me papën, çfarë bëhet me papën? Si pëjezën punë tani? Papa bëri një deklaratë tani këto kohë të fundit që thotë që duhet të mbështesim agendën woke dhe të televizjes LGBT. E nxori kokën. Si e ktheu pllakën? Si mund të bënte ndryshe domethënë? Si e ktheu pllakën? Po thjesht erdhi si fillim atje duke na shitur ato paçet, atuti për të tërë. Dhe tani kaloi nxori kokën realisht se kush është. Çfarë realisht përçon ai vend atje që quhet Vatikan, se dhe ato kanë agjenda të frikshme kundra njerëzimit, kundra familjes, kundra traditave të popujve. Sepse dhe Vatikani është pjesë e sistemit, është pjesë, mos them që është zemra e këtij sistemi. Dhe sistemi. Po, që duan ti rrafshojnë gjitha vlerat. Dhe tani po kalojnë këtë, se LGBT-ja është ajo, është
lëvizja ose goditja vdekje prurse e familjes tradicionale. Sepse aty nuk ka vazhdim. Aty janë ajo gjëja e shpifur që e pam ndodhi edhe para 2-3 ditësh kur ndodhi këtu në Tiranë, që nuk e di se mora veç çik më përpara që të shkosha të lëshosha ca vezë atyreve. Pse do Vezë lejon, ëh? Ti shtroje drejt në gjë kështu. Jo, ti lëshosha ca omleta në surat atje, për të se tani ne nuk organizohemi si vend këtu. A konsiderohemi vend patriarkal ne këtu? Pse nuk pati një lëvizje, se ato janë të organizuar. Ato kanë në mbështetjen e shtetit. Po ato blien në shitën e gjitha ndemër. Ose ndoshta kanë të ardhura që sot luajnë gjërat në formë tjetër, Alex, nuk luajnë me principe, me rregulla, me Jo, ne e ruajmë atë, nuk më aq mundje që neve e kemi atë gjë. Po them ata njerëz që marrin pjesë te këta. Ata njerëz që marrin pjesë te këta, ata janë praktikantë asaj pislikut. Po s'janë si shitën apo. Janë të shitur. Shitën. Se marrin për 2 lekë, dalin bëjnë një xhiro aty, thotë, çfarë do të kushtojmë atë? Çe ka dinjitetin e vetë, çe ka qenjen e vetë, çe ka fëmijën e vetë që shkon merr fëmijën ai fëmijën si mund, kjo është krim. Për çfarë do të fushatë tjetër, për çfarë do të gjëje tjetër? Nuk po flasim për të që kjo herë nuk kemi si të pajtohemi as si lloj forme. Merr fëmijën ai, shkon e cënon në lirinë. Unë mendoj që ai prind do të futet në burg. Si mundesh ti të marrësh fëmijën ta çosh atje? Nuk e di, këto janë me këtë papërgjegjshmëri kaq të madhe do. Merr fëmijën e çon atje. Se u ka shit prindi. U ka shit prindi për të thon buk, ku dion për çfarë syje, për të bërë jetë luksi. Edhe janë bërë këta gjithë, dalin gjithë, dalin atje vishen me streçe. Me streçe, me gjitha këto, si janë gjitha këto të janë element të degenerimit, gjitha format. Si nga ana fizike, po dhe nga ana të tjera emocionale. Jo, shiko, ata duan të burgosur të gjithë që ishin aty ata, se janë si të organizuar, ata dikush i drejton këta, i paguajnë, që të mblidhen të gjithë me një vend atje dhe të bëjnë ato kalimet nëpër bulevard aty për të kaluar atë mesazhin e të drejtave të homove, të transave. Po do të më hapi shoqat për drejtat e heterove. E normale valla. Se tani këto spilun asnjëri valla. Po ikë valla, po çfarë dush, merr me problemin që kemë, si për mua është problem shumë mallor kjo, ato kanë probleme të theksuara, kupton, nuk është janë devianca. Po sigurisht janë devianca. Por nuk janë as po i lu njëri, as po merret kush me ta, dalin protestojnë. Për çfarë protestojmë? Ku dëgjoj? Për çfarë protestojmë? Protestojmë për shkopin e bejsbollit ose marr vesha për çfarë janë këto gjëra. Siç u doja me thënë drejtë, nuk është se e kisha fare as për qëllim, nuk doja. Po neve pse nuk organizuan, po them. Ta prekja, po kush neve heterot, ne tradicionalet që duan familjen e shëndosh. Siç u mblodhen ato organizuan, ato neve ka krau i kundërt i tyre. Nuk bëhemi. Kurse ato i ka njëri që i instrukton, i jep ato udhëzimet që të bëjnë ato paradat e gejve. Po neve? Prandaj thash, secili që mendon vetë. Po janë po ato njerëz që shkojnë shiten për politik, shiten për gjëra të tjera, janë po të njëjtët që shkojnë edhe atje. Po ata janë. Njeriu ka dy vlera të tij që duhet të qëndrojë. Unë këti mendimi jam. Pra janë disa gjëra që nuk shkelen, nuk janë të ngjizura, brumosura mirë në trupin e njeriu, në mendjen e tij, në zemrën e tij, në shpirtin e tij dhe nuk ka pse të shkojë valla. Shko deri në far pike edhe nuk pajtohesh dot, nuk e shkel dot atë. Po do të drejtat e tua, shko te shtëpia jote më shumë. Po prandaj nuk i ka cënuar njëri këta njerëz me problemet që kanë. Sa njerëz me probleme për mendimin tim, edhe nuk i ka cënuar njëri, janë të lirë, pavarur, bëj çfarë don ata. Siç ka thënë ai. Nuk po ja mohon njëri ato punë të drejta. Ti mos ndil marrësh nga pjesa ime, nga territori im, nga hapësira ime, ku dal me bashkëveproj me njerëzit e mi, domethënë. Ti vazhdo bëj formën tënde, ik bëj ku dush valla. Madje asnjë nuk bëjmë gjë në publik, gjëra të paturpshme. Ata janë gjëra të paturpshme, janë gjëra që janë jashtë normale, jashtë njerëzore. Në emër të drejtave ata po imponojnë. Po imponojnë pra duke viktimizuar nga format nga më ndryshme. Po paragjykojmë ne. Normal që do kur del publik, ashtu siç po e paraqesin, normal që do paragjykohesh me shoqe trans. Normal që çfarë pretë të duar trokasim. Unë them mos javi fare më se po devijon strukturën njerëzore.
Do duhet kaloj të disa nga komentet që na kanë ardhur nga miqtë tanë që na ndjekin, epoka e Luciferit ose ndryshe epoka e artë. Epoka e Luciferit. Është ajo që ndryshe e kemi dëgjuar si deklaratë dhe nga disa president dikurshëm të Amerikës, jemi duke përgatit, bota ka nevojë për një rend të ri botëror. Pra, ato çfarë dishim deri dje, ti harrojmë, se do sjellim sistem tjetër, do sjellim rregulla të tjera, që hym prapë te kjo puna e digitalizimit. Po. E Big Brotheri po të shikon. Syri gjithandej, vëzhgimi, diktatura moderne digitale. Kjo është epoka Luciferit, sepse nga mbrapa ky sistem që po sjellin tani, kjo diktaturë digjitale është aq mizore, le avdi Zotit do ndërpritet, saqë vetëm djalli mund ta kishte menduar. Po e ka mendu. Vetëm ai mund ta sitte në mënyrë kaq sofistikuar, se po e sjellin kështu aq bukur për të lehtësuar jetën tuaj, përditshmërinë tuaj. Edhe po na lidhin me kompjutra, me vëzhgime 24 orë, do jesh i lidhur online, çfarëdo që të bësh, të hash, të pish, të diskutosh, të flasësh, madje edhe çfarë të mendosh, sepse deri aty do ndarisin, çfarë po mendon. Se do më na fut gjëra nëpër trup ato, që masin pulset, gjërat. Kjo është epoka dhe ata e quajnë epoka e artë. E artë për ata, por neve do ishte epoka më e errët në histori. Kjo është epoka e Luciferit. Përhapja e demonizimit gjitha ne. Largimi njeriut nga Zoti, që ta adhurojmë shejtanin nëpërmjet kompjuterave, që ka nisur me telefonat, ka nisur me lloj-lloj, edhe në internet kur futemi për shembull, si desha më thonte, kur futemi në internet ato 3W, e di çfarë janë ato? Ato janë 3/6 gjithmonë. Si 3/6? Ato www, ato janë 3/6. Si 3/6? Ku i lidhëm 3/6? Po sipas alfabetit hebre, gërma e 6 është quhet vu. Ne themi ww, po është janë www, 666. Kupton? Pavarësisht se këto e kanë si iniciale World Wide Web, rrjeti i gjerë botëror, po pikërisht to zgjodhen që të dalin 3W që përkojnë me gërmën e 6 alfabetit hebre. Po janë 3/6. Domethënë që sistemi për të futur në rrjet si port njeh 3/6. Vetëm atë numër njeh. Edhe neve, kur të na çiposin, edhe do shkojmë të skanojmë duart tona për të bërë ato pagesat të ajo lexuesi kompjuterik aty, atë do njohë si numër kryesor. Janë 3/6 të fillim, që është emri i Antikrishtit që do vi më mbrapa, edhe numri jot personal. Por ky është i pari, numri jot i dytë, se edhe ajo karta që do sillin tani po sjellin një kartë digjitale këta. Do ketë dy numra. Numri jot personal, po, që do njihësh ti personalisht, edhe numri që do të njihësh nga kompjuterat qendrore të botës. Pastaj kur do të vi kjo? Tani këta po e përgatisin atë gjë, është firmosur madje nga shtetet e mëdha që në 2020-ën është patent europiane quhet kjo, e kanë patent domethënë leje, e kanë marrë që në 2020-ën, edhe ka dhe numër protokolli. WO e kërkon edhe në internet këtë, 2020/ ajo viza 060606. Pra e ka thënë edhe në fillim me W, po e ka thënë edhe mbrapa, pastaj 0606. Po, numra e lejes të kësaj domethënë që duan të sjellin është 060606. Nuk i ndahen 3/6-ave më burr. Nuk i ndahen, se ka lidhje historike kjo. Nëse kam përshtypjen Alex, to janë pak gjëra më të ndërlikuara që njerëzit edhe si kuptojnë shumë mirë, por ti shumë mirë bën që i thua se ka nga ata që i kuptojnë, por e lidh me këtë që për shembull edhe që bërë shpjegimin me Windowsin që the që nuk ka Windows 9. Po, është kundërta e 6-s. Po, e kundërta e 6-s. Pra njerëzit prap nuk më bin dot. Pra janë disa gjëra që edhe ata i kanë lënë për gjysmë le të themi për shkak se e kanë lënë vetë të fshetë në të formë, që t'japin sinjale në të formë. Tani kush i kapi është. Po, patjetër, ne kemi thënë atë. Për ta mbyllur tani do doja që të prekim pak edhe një mesazh që na ka ardhur prej ditësh ku thotë: "Përshëndetje, si jeni? Ju lutem shumë në emisionin tuaj mund të pyesni pak zotin Alex në lidhje me masonin Maksim Zota që ka thënë që Joe Biden është një nga
13 familje që sundojnë botën brenda mundësive, ju lutem thotë. Ja, nuk e njeh atë masonin, por nëse nuk ka Maksim rëndësi. Zotaj dhe thotë që ky masoni, domethënë ky Maksimi Zotaj ka thënë që Joe Biden është një nga 13 familjet. Ja, nuk është vërtet. S'është vërtet. Ja, fare. Tani president dhe familja e tij që ka nga 13, ajo 13 që kishim thënë atëherë, prap 13. Po, 13 prap. Që ka është ajo. Nuk është? Nuk është, të gjithë presidentat dhe familjet e tyre, se çfarë janë familjet e tyre? Ata janë thjesht marioneta më burr. Nga momenti që del aty të bëhet president, ai është thjesht kukull. Kukull Bideni, kukull Clintoni, kukull Obama, kukull Trumpi, gjithë ata kështu janë. Si që ka një nga 13 familjet. Ata as dalin fare në sken. Ata thjesht pushtojnë botën me anë të ekonomisë. Nuk ka lidhje. Duke u shtrirë me multikorporatet që i quajnë. Ashtu kanë pushtetet ato bankierët e mëdhenj. S'kan lidhje fare. Ata komandojnë presidentët, nuk bëhen presidenta. Ata mbi presidentat, mbi ligjet. Ata komandojnë matriksin. Ato 13 familjet. Ose të paktën një pjesë, se ka dhe tjerë pastaj 300 familjet. Pra, okay, se janë 5, pastaj janë 13, pastaj janë edhe 300. Po. Ata të 5 janë maja, kemi thënë. Po jo se mbledhen ulli në Kretë. Jetojnë në Kretë. Po para disa ditësh, si ka mundësi se në fakt më erdhi dhe mos i pyetje. Para disa ditësh ka rënë një tërmet në Kretë. Besoj se e ke ndjek. Po, ishte i madh, 6.2, 6.3. Po. Si ka mundësi ka tërmet aty ku janë ato vet. Po ato po i shkund Zoti atje që shikon se nuk e kanë përgjigj. Nuk është nga harp. Jo, nuk është harp ajo. Ai është i natyrshëm. Po ku e dallon ti një tërmet që është i natyrshëm dhe një tërmet që është nga teoria e harp? Tërmetet që bëhen nga harpi janë kur e shkundin një vend që ka shkuar kundra interesave të djemve të këqinj. Po ku arrin ta kuptosh, bësh lidhjen për shembull që kjo që ndodhi, ky tërmeti, se gjithë do thonë tërmet, nuk merret kush me harpi, si quhen edhe nivele konspirative, shumë pak i përdorin harpin që përmendin, nuk para flitet. Pra është nga gjërat e palejueshme të flitet nëpër media. Po nga media sigurisht, ato janë kontrolluara. Po ka informacione plot që harpi është. Në tërësi thuhet që është tërmet. Pra ti si Alex, mbas njohurive tua, si e bën diferencimin, dallimin midis tërmetit që është shkaktuar nga harpi dhe tërmetit që është krijuar nga vetë natyra. Po kjo pastaj shikoj dalin informacione. Gjithmonë kur bëhet një tërmet, do fillojnë të dalin të dhëna pastaj. Po. Që ky vend e posoi këtë gjë për X arsye. Dalin informacione se sado që ta mbulojnë ata, do dali diçka. Është e pamundur mos të dalë, gjithmonë i rrashket diçka këtyreve. Edhe aty e kuptojmë që ishte diçka e qëllimshme ose e natyrshme. Aty s'kishte pse, se Kreta është thjesht një ishull mes të detit atje, nuk ose mbahet sikur është në një Vatikan atje dhe po ka ndikime nëpër botë, s'ka kusht i bjeri që të bëhesh përdorimi i harpit. Kuptoj ato gjëra që të çon dhe vetë logjika, nuk ose duhet të thellohesh kush e di sa shumë. Në fakt do të bëj edhe një pyetje tjetër për ta mbyllur tani, do të kisha bërë pak më lart, është ajo për sa i përket që ta nisa dhe si njoftim që është bërë mediatike gjithandej, rrufet që ndryshojnë hapësirën, paralajmërohet një sezon i frikshëm uraganësh në SBA, është ajo që ke thënë që Amerika ka për të shkatruar nga fatkeqësitë natyrore që themi. Natyrore që kemi thënë. Ne kemi thënë prej kohësh që në fillimet. Prandaj unë ta kam nisë nëse më mend që në bisedë që kishim thjesht për të rikthyer ndoshta ose edhe për ta bindur atë se çka, për ta mbështetur atë se çka kemi thënë edhe para disa kohësh. Po, ti kthehen ta ndjekin atë, kemi diskutuar edhe këtu atë pjesë që Amerika është mbetet superfuqi dhe nuk ka vend sot që mund ta shembi atë si ato gjithë ato shtete që janë aty. Pra as Rusia, as Kina që folen pak më lart, jo. Jo akoma. Akoma jo. Është akoma top. Por do të ndodhin këto me uraganet, vulkanet, fatkeqësi natyrore. Tërmetet vetëm ato do vetëm kështu do të ketë. Nga ato do të coptohet Amerika. Po do të coptohet tamam, do hapet në shumë pjesë. Tani shumë shpejt, ë? Jo, nuk e di, s'mund ta them me siguri. Shpejt është. Shpejt. Po konkretisht nuk mund ta them se po kështu e kam lexuar, domethënë që Amerika do coptohet nga ato që quhen fatkeqësi natyrore. Natyrore.
Dhe nga momenti që do gjunjëzohet nga këto goditje të fatkeqësisë natyrore, do i bin me raketa Amerikës të gjitha ato vende që sot Amerika po janë nxjerrë jetën natyrave. Këto të gjenë, do përfitojnë nga kjo situatë. Po, do e shohin që do gjunjëzohet, do ketë probleme serioze, që s'do ketë mundësi as veten e vet të mbrojë. Do shkatërrohet fare pastaj, do sheshohet, Atëre ka për të rënë një breshëri me raketa nga të gjitha këto që sot po janë nxjerrë jetën dhe po i bën të vuj. Me ato tentakule që ka shtrirë gjitha ne. Do gjenë atë mundësi në atë rast që ta groposin përfundimisht. Ku mendon pak a shumë që mund ndodhi kjo? Po edhe kjo është brenda në kuadër të asaj që quhet lufta e tretë. Aty do zhvillohen shumë gjëra më burr. Pra, brenda këtyre viteve, 20-30 viteve. Jo 20-30 vite, mas 30 vitesh. Si janë më? Po jo, rojt jemi, tani po kalum luftën e madhe, do jetojmë shumë bukur, është periudha më e bukur në histori ajo. Që të kapim dhe çik not pozitiviteti. Si e po Alex. Po do të shumë e bukur atë. Po tani brenda kuadrit të luftës së tretë do ndodhi kjo që sapo thash. Tani lufta e tretë, e kemi thënë kush do jetë shenja serioze. Kur Amerika të godasi një nga centralet bërthamor të Iranit. Mos e harroni këtë, vëni vath në vesh, më quni budalla, më quni fantashkenc, cako i dytë, cako i shtatë, çfarë doni ju qen. Sa po, se lëshoj çabrosh kolla dia ja bu. Po lejo çpun kena. Nëse, sa që ka cakta. O Sazan, çpun kena. Nga momenti që do goditet kjo, i centrali bërthamor i Iranit, ta dini se do futemi në periudhën serioze të luftës së tretë ku do përfshihen gjithë. Por kam merak me këtë, të aplikojnë shqiptarët më për llotari amerikane, për vizë turistike në Amerikë, këto gjëra atë. Kemi shumë shqiptarë në njerëzit tanë dhe thon hajde ose ne shqiptarët ndër vite një ndërtoj jam edhe unë që hell llotarin vit për vit. Pse vërtet ke kështu preferenca për të shkuar atje për të jetuar ëndrrën amerikane? Po kam gjukte Trumpin që thot Make America Great Again, e morë për herë dytë për ta bëu Amerikën. Ç'a Great Again, ai tha do jemi qendra e digitalizimit të botës sot ai. Ç'a Great Again, ai ka për të bëjë 20 robota. Nuk do marrin dot frym. Do ishi vazhguar vazhdimisht. Mos i se vlen, nuk e vlen, robot kështu, Po, do ta kesh baterin. Mos ikim pra, mos ta shohim fare Amerikën. Jo, unë vetëm që dëgjoj, për unë personalisht, vetëm që dëgjoj atë emër më trazohet stomaku. Me Amerikën kur dëgjoj Amerikën? Edhe me njerëz që flas atje. Po thonë është vendri, si është toka si është e beku e ëndrave. Realizimit të ëndrave, American Dream. Dream, bravo. Po ç'a American Dream, ajo është American Monk. Është gjithmonë e kundërta, e kundërta, miq, lexoni gjithmonë të kundërtën. Edhe nëse një shok ju thotë ju dua, lexoni kundër ka vetë afut. Ajo është. Gjithmonë. Pse shokut nuk thon asnjëherë të dua ose një mik, një afër, një kështu. Ai që do vërtet, nuk rrin dhe çet ty pallavra, fjalësh që i merr era. Ai që do vërtet ta tregon me vepra. Edhe mos thot kur të dua, ta tregon me vepra. Kështu që fjalët i merr era kështu. Miq, mos thoni të dua, pra, bëni dhe tregojeni me vepra. Ai që thotë të dua, ti me dyshim. Po zbresëm tokë. Mirë se erdhët. Kjo është jeta. Ju përshëndesim. Alex, falenderoj shumë. Mirupafshim të gjithëve. Ne takohemi herën tjetër, kështu që vazhdoni bëni pyetjet tuaja serioze për të na çuar në tema të tjera që të zgjerojnë, të marrim shumë informacion në atë se çka është fshehur me atë tymnajën e madhe. Do të vi momenti të bie pyuri.